e pasart. Pra e pam edhe lojën e dytë e paqartë, e keni zgjedhur lojtarin kush do të luaj? Një quiz i vogël, Alba dhe Gentiana. Hajde të këshyrem. Hajde, këtë vëjën? Jeni gati për lojën? Po. Gati jem, mund të startoj me raundin e parë. Vetë pak, largon edhe dorën mos e afroni. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Gjithçka është gati që garuesit të startojnë me fotografinë e parë që do ta shohim se cila prej këtyre dy garueseve do të jetë më e shpejtë, pra ai që e prek gongun i pari ka të drejtë të japë përgjigjen e para në këtë rast. Të shohim se cila prej dy garueseve, a do të jetë ajo e KTV-s Alba apo e RTK-s Genta që do ta qëlloj fotografinë që e kemi përpara. Shumë afër është Genta. Kush është i pari? Genta. Cila është përgjigja Genta? Gentën, ta presim përgjigjen e Gentës. Angelina Jolie. Përgjigja e saktë. Përgjigja, ta shojmë. Përgjigja është Raundi i parë për ekipin e RTK-s. Po shihet mirë prej dritave. ekipit të RTK-s, ta presim tani edhe raundin e dytë. Përqendrim ju duhet të gjithë ekipi mund të inkuadroni. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Gjithçka gati për startin e lojës së dytë, raundit të dytë. Shohim se kush është në fotografi. E dëgjuat Albën më herët se për shkak të reflektorëve po e ka problem të shoh, humbësit zakonisht kanë arsyetime. Shohim se kush do të jetë më i shpejt në prekjen e gongut në këtë raund të dytë. A do të jetë Alba apo Genta? Është Genta sërish. Cila është përgjigja? Ju lutem publiku që cilë, asë kush nga publikut, ju lutem mos flesni. Përgjigja Beyoncé është e saktë. Edhe pika e dytë. Dytë në favor të ekipit të RTK-s. Pjallo këtë vës. Shkojna me raundin e tretë. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Atëherë të shohim se kush do të jetë në fotografinë e tretë që e keni para vetës. Kjo lojë ka 2 pikë. Pra fituesi fiton 2 pikë, 3 raunde. 2 raunde të mëhershme i takuan ekipit të RTK-s. Të shohim nëse KTV-ja do të jetë më vigjilente. Alba, për ty e kam fjalën. Përsëri është Genta. Tom Cruise. Tom Cruise është përgjigja e saktë. Shumë Genta! Gentiana. Mbaroj edhe loja e dytë në favor të ekipit të RTK-s.